Interesant, Granit, kjo raki. Po ma kujton luftën, Granit. Kujtot një rast në 88-ën. Thjesht ishim në një teren në rajonin e Drenicës. Kishim shtëpiat të shqiptarëve për ballat. Ne vazhdojshim. Edhe një ditë, prej ditëve, po del një vajzë e vogël. Rapojke në përëbor, me një shami të barë në dorë. Pa rrezik për neve. Pa anë. Po dikush prej kolegëve tha, pasoj, vjenu që kaja. Po mon nuk vrapoj ka jo vajzë. Unë nuk e kum vra. Po thjesht e kum vëshgu situatën. Që ka lidhja një vajzë dhe të 11 vjetë me u që kënë? Dyshim bre, nuk e di as kush e tha atë laf, po thjesht kishim nevoj me bo diçka. Nuk na urreke ka njerë, na vyk adrenalin. Veç për me thuj monotonin. Gëzuar, Granit, për atë vajzën me shamit bardhë. Nuk për kuptoj pse gëzuar për to. Se kuptova na nuk jeton mu. Për shpirtin e saj të bardhë, ajo të pakten e meriton një gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, Peter. Gëzuar. Dhe nuk është veç kjo, Granit. Pas asaj vajzës, erdhen edhe dytë më shumë. Edhe një gru, që me shumë gjasa u konana vetë. Mandej, Ivani tha, pse me lona të vajzën me shku vetë në atë botë. Duhet me pas edhe përcjeli, dikush duhet me përcjell. Ajo nuk është vetë në atë botë, Granit. Edhe Ivan, që ka ta mërmenja u kona e nëna vetë, garant u konë. Unë besoj që kom bo mirë. Kom bo mirë që nuk e lash vajzën vetë. Po besoj që mjaft festum. Po largona, Petar.